Mirëmbrëma, Nxiro me Syqin. Sonte do të diskutojmë shumë tema. Një ndër ato do të jetë çështja fetare, jo në kuptimin për të anatemuar në feja tjetër, por për një respekt për komunitetin, për qetësinë, për ca norma që dhunimi i lirisë tjetrit nuk është e drejtë. Ose liria tjetrit dhunohet kur fillon dhuna e anës tjetër në drejtim të një ane. Për këtë kam zgjedhur të diskutoj sonte me Agim Bachin, një njeri që është edhe njohës i filozofisë, i psikoanalizës, po edhe i çështjeve fetare. Po ashtu diskutojmë për opozitën dhe për krizën e madhe që është sot në lindjen e mesme dhe për politikën e Shteteve të Bashkuara në këtë drejtim që tashmë jemi në një konfuzion dhe një kaos që disa e quajnë ndërtimi i rendit të ri botëror, që eksperienca na ka treguar që fillon ndërtimi një rend të ri botëror ka luftra dhe si do të jetë ky rend i ri botëror. Mirëmbrëma, mirë se ke ardhur, zoti Agim Baçi. Mirëmbrëma, më së gjitha. Baçi, unë nuk jam ndonjë njeri religios, po përflas si qytetar dhe respektoj gjithë njerëzit që besojnë në një fe, në një tjetër, në një ateizëm. Pra, ne si shoqëri dhe bota moderne duhet pranojmë njëri tjetrin ashtu si jemi, po duhet të respektojmë dhe hapësirat e njëri tjetrit. Po. Si e shikoni ju zaptimin e sheshit kryesor, jo vetëm të qytetit Tiranës, po në pas dhe qytetet tjera, në natën e çfarë quhet kjo? Natën e Kadrit dhe në ditën e faljes Bayramit. Ditën e faljes Bayramit. Unë nuk gjykoj asnjëri. Gjithkush ka të drejtë besoj në atë që beson. Por ka institucione. Dhe unë jetoj për 35 vjetësh në Amerikë dhe nuk e kam pa një gjë të tillë. Nuk kam pa as tjetrën që të mbijnë këmbanat, taksirat kam unë, si qytetar, si njeri që besoj aty ku besojnë, ose nuk besoj, nuk ka rëndësi, që të më prishin qetësinë e gjumit në 4 mjesit, hoxha që ve artopolantat, kur ju jeni njeri që e njihni shumë mirë religionin, që Kurani thot, zani hoxhës, jo artopolanti hoxhës. Ai zëri dhe ato kambanat, ai zëri hoxhë dhe ato kambanat, nuk shqetësojnë fare për sa kohë ato njerëzit që flenë nuk shqetësohen për shoqërinë, për punën e tyre, për atë që shkon keq, për atë që nuk bëhet mirë, sepse ne këtu jemi, sa ai zëri hoxhës, zëri edhe kambana priftit dhe të tjerët, nuk kanë më hapësirë në jetën publike, kanë shumë pak. Njerëzit shqetësohen shumë pak. Njerëzit nuk janë më empatik. Njerëzit nuk kanë ngrenë zërin të punët e tyre. Njerëzit nuk ngrenë zërin kur poshtrohen. Njerëzit nuk ngrenë zërin kur bullizohen. Njerëzit nuk ngrenë zërin kur vidhen. Njerëzit nuk ngrenë zërin kur mashtrohen dhe i prish edhe i pas ka problem se i prish gjumin, le t'ja prishi 5 herë, 7 herë, përsa këto njerëz nuk janë të përgjegjshëm në jetën e tyre, në përditshmërinë e tyre, më dëgjoj se e kam. Për çfarë aty janë plot. Një sekond. Ta marrin pra. Nuk jemi shoqëri empatike dhe jemi shoqëri. Ky është problemi më i vogël. Mua më shqetëson. Jo, s'është më i vogël. Mua shqetëson, pse do të shqetësosh, prishësh gjumin në 4 mjesit më zot. Shikoj xhekimin. Pse, më fal, kisha katolike, ai bin këmbanave në 4 mjesit? Po. Jo. I bin targ, i bin drek, janë të ndryshme gjërat, më thon, shiko. Unë them, a the që respektoj lirinë e tjetrit? Po. Në moment që se respekton lirinë e Po jo tjetrit. shqetësosh lirinë time. Pse shqetëson ai? Po më shqetëson mërgjimi se jam 4 mjesë, jam pik gjumit, pse duhet e gjën artopolantat e kishës Kavajës, e rrugës Kavajës dhe kambanat e... Më duket shumë cinike kjo. Ti je njëri, shiko, Ilir. Ti je njëri publik. Ti je njëri që shqetësohesh. Ti je njëri që ngre probleme. Dhe unë mendoj që po shkum te kjo do të ishte luks i madh. Unë ato kambanat dhe ato kambanat e kishës, po edhe zërin e hoxhës, do i doja të ishin më të fortë, jo me ran, ne mund të flasim për gjë tjetër.
a i ngelen aty këto këmbana dhe zëri Hoxhës dhe nuk tin të janë aq publik dhe të kenë potencën e duhur për t'i mbush mejen publikut, se për mua do thuash që a është ky modeli dhe a arrin dot që përmes kësaj të bëjnë atë punë që duhet bëjnë të mirë dhe të jenë më të pranishëm publik, dhe të jenë më të pranishëm shoqëri dhe të bindin njerëzit që çdo të thotë besosh, sa e rëndësishme është besosh, sepse duke besuar ti bëhesh njëri më i përgjegjshëm ke puna jote, më i përgjegjshëm familja jote, më i përgjegjshëm për tjetrin, sepse çfarë po bëjmë ne po ndodhim sa njerëz njeh që nuk flasin vetëm në Facebook, nuk protestojnë për asgjë, nuk thonë asgjë. Edhe kur shkelen, edhe kur poshtrohen, edhe kur tallen, edhe kur vidhen, dhe nuk themi asgjë, edhe kur shohim tjetrin përballë që komshiun ton që po grabitet apo po ndodh, domethënë që as nuk i flasim mirëmjes as në ashensor. Dhe për mua këto kambana duhet të jenë më të forta në raportin e moralit të asaj që i duhet shoqërisë shqiptare, i duhet çdo shoqërie. Në Amerikë ky është një problem shumë i madh që thuat që merr Amerikën. Në Amerikë ditë të fundit po të kesh lexuar është hipokrizia e atyre besimtarëve të cilët janë kundër luftës, por nuk kanë ngrenë zërin sot, domethënë për të ndaluar luftën, apo jo. Domethënë janë evangelistët domethënë e thekur që kanë mbështetur Trumpin dhe sot domethënë kam ndjekur debatet atyre, debate sepse ajo është një shoqëri fal Zotit, është një shoqëri fal Zotit që i thot të vërtetat, që i thot debatet. Dhe ajo që dua unë është që kjo të ndikojë që shoqëria jonë shqiptare të i thot të vërtetat. Ti i lirë, mund të kesh qenë i zë dhe mund të kam ndjekur. Ke rujt natyrën tënde. Dhe unë të kuptoj në era kur merr këtë përsipër, por sa njerëz njeh që shqetësohen për gjërat rreth, që i thonë gjërat rreth, që i thonë gjërat me zë të lartë, që i thonë ata siç ke dashur mi thënë ti dhe para 90-s dhe pas 90-s. Sa njeh? Dhe unë mendoj shumë pak. Po. Shoqëria jonë faldim shqetësohet vetëm për gjumin, por nuk shqetësohet për moralin, nuk shqetësohet për mendjen, nuk shqetësohet për tjetrin, nuk shqetësohet për atë që bëhet keq. Shoqëria jonë është patetike. Prandaj dhe ai zëri i Hoxhës dhe kambana, domethënë për mua janë shqetësimi më i vogël. Jo, unë nuk kam. Janë shqetësim më i vogël në raportin. Më mirë kuptoj, unë nuk kam asgjë as me Hoxhën as me Priftin. Jo, e kam fjalën, shiko, Ilir, jam i bindur që ti më kupton ke kjo pika. Ti më nisi, e di pse të gjova, e di pse pranova ta debatojmë këtë gjë. Domethënë, a duhet e di pse do të pranoj këtë gjë. A do të respektojmë hapësirat e njëri? Shiko, e di pse, domethënë, e di pse pranoj këtë gjë. Mund të ketë një zgjidhje, por për mua ti hape një debat domun, prandaj ha mora dhe tash. Jo, është një debat që është qetësues për qytetarët. Po mirë, unë them që nëse kemi këtë shqetësim dhe i kemi rregulluar gjithë gjërat e tjera, hajde ti mbyllim me burr. Por nuk kemi rregulluar asgjë më burr, dhe unë po them që unë të doja që Hoxha dhe Prifti mos ishin vetëm brenda mureve. Unë jam që Islami dalë jashtë mureve të xhamisë. Prifti dalë jashtë mureve të kishës. Do shkojnë ke qytetarët dhe t'i bindin ata për atë gjë të mrekullueshme që ka besimi. Besimi thot, ti je njeri me dinjitet, duhet flasësh, mos të heshtësh, të mbrosh tjetrin, të mbrosh atë që është e rëndësishme, të mbrosh atë që është shoqërore, domethënë se prandaj ka koncepti, ç'a koncepti falis, qoftë në xhami, qoftë në kishë. Ti merr më shumë shpërblim nëse shkon atje, pse? Se më thënë që ti je qenie shoqërore, ti merr kuptim me tjetrin. Ti ke nevojë për tjetrin, tjetri ka nevojë për ty. Ti do të zgjasësh dorën. E ke parë sa pak njerëz empatik ka? Unë të ndjek zërin ty. Po e di sa pak njerëz ka që janë empatik, që nuk shqetësohen për asgjë. Jo pak, po jo vetëm në Shqipëri, po edhe në perëndim e Shqipëria, shoqëria është shumë empatike. Shiko, mendoj që besimi na bën ne të mendojmë më mirë. Pse është bërë shoqëria empatike? Ka mos i thënë sepse ka humbur besimi. Ke shteti, ka humbur besimin ke feja, ka humbur besimin në Zot, ka humbur besim. Pse ka humbur besimin? O Ilir, po ti ke jetuar në një kohë kur e dije shumë mirë që njeriu ishte matrikull. Shiko, i vodhe pronën tjetër. Vazhdon akoma sa të kësaj ditë. E lejmë Shqipërinë. Jo, po them që jo po marrim Shqipërinë shqiptare. Kjo është një krizë botërore. E lejmë Shqipërinë. Po pra, sepse ne jemi në pop, domethënë spektakël. Dhe jemi spektakël. Jemi këshillë spektakli ku njeriu nuk duhet mendoj, ku ai besimi është në periferi të shoqërisë. Nuk ti nuk do të jesh pjesë. Ku i kërkohet botëror. Po njeriu ti kërkohet që ai që beson, tri atje merr në mure, edhe ky presion i madh është që ai tri merr në mureve të kishës, merr në mureve të xhamisë. Jo, unë them që do dalin jashtë, e ti tregojnë tjerëve që si besimtar ti jeton më mirë, ti mendon më mirë, ti je më i përgjegjshëm dhe ti bën punën më mirë. Apo jo? Unë si qytetar i lirë që jam. Unë nuk di ku të besoj. Unë nuk jam fetar si natyrë,
Beson që është një zot apo jo? Po, besoj që është një zot. Aja punës në është në Besoj rregull. që është një zot, sepse siç thot Nietzsche, zoti edhe nëse zoti E ka thënë Voltaire, nëse nuk do ekzistonte, ne duhet ta shpiknim atë. duhet ta shpikim atë. Është thënie Voltaire Voltairet. apo Nietzsche? Është thënie Voltairet. Po, Voltairet, okay. Jam gabim. Ju jeni më i saktë këtë punë. Thënie Voltairet. Pra, unë besoj sepse Ai Nietzsche ka që Zoti vdiq, do të thotë që njeriu po bravo. humb besimin. Po. Po humb besimin, pra Zoti vdiq brenda njeriu, jo se vdiq Zoti. Zoti vdiq thot, po Brenda robit, Zoti pra. edhe po Nietzsche nuk ekziston. Shiko, vdiq brenda robit, pra, dhe vdes brenda robit, do të thotë që ti nuk ndjen më njerëz që Pra, reagojnë, ne- që debatojnë, Po, pra, dhe thotë, që shqetësohen, te kisha parasysh. që shqetësohen për tjetrin. Te kisha I lirë, parasysh. I lirë, në qoftë se ne nuk marrim anë ndërgjem për të kuptuar që ti merr kuptim me tjetrin. Shiko, e kam pas shpjeguar dhe studentëve këtë po të them. Robinson Crusoe, a di pse është i famshëm shumë si deri në momentin që ai ishte i vetëm në ishull atje, u mësu me gjyt peshk. Kur u trondit ai? Në momentin që pa i gjurmë. Në momentin që pa i gjurmë filloi duke menduar, është burr, është gru, është i bardhë, është i zi, do mbrasi, do e vras, do më kuptoj, do e kuptoj, do më dashuroj, do e dashuroj. Bëri 10 pyetje. Pra ti merr kuptim me tjetrin. Ti e qenë shoqërore. Ti fillon funksionon kur je përballë tjetrit. Dhe këta njerëz që kanë harruar që tjetri është shumë i rëndësishëm, komshiu, kushëriri, shoku bankës, shoku lagjes, tjetri. U them çuna vetëm këtë. Që se ke kuptuar shokun e bankës, shokun e lagjes, komshiun, kushëririn, s'ke për të kuptuar veten tënde. Dhe unë po them që të shkojmë drejt kësaj pike dhe unë falenderoj që e nisë sepse mund të ketë shumë njerëz që edhe jam i bindur që do vish te kjo ideja ime, domethënë që po shkum te koncepti që të jetë vetëm ai shqetësimi, hajde ta zgjidhim. Unë të kam parë që ti je njëri i angazhuar, njëri që i thu të vërtetat, njëri që i thu gjërat, njëri që i ke thënë ke pas Brian ti thush edhe atëherë kur flisin njerëz. I ke thënë dhe më vonë. Ke natyrën tënde. Ke gjithë ke ndërtu profilin tënd të gjithë për shkak kur vi puna, kur thon kush është Liri Demalia e din. Po. Njoh shumë pak njerëz në Tiranë që kur i thuaj emrin nuk përfaqëson asgjë. Thon pra, në këtë raport unë mendoj që për saksi fetare, mund të pyesësh ndaj Hoxhës, ndaj prift merri kur duhet se do jetë shumë interesante dhe bëj pyetje se janë interesante. Ajo që unë mora nga ty është që këto kambana dhe këtu në zëri Hoxhës duhet jetë më shumë brenda robit dhe ato duhet din të depërtojnë. Kishte shumë ideja që sheshit ishin plot, unë tregoj që ka një zgjim. A di atë them vetëm ndryshim të madh. A më mend ti dhe unë, ka një zgjim për problemet e mëdha që ka kjo shoqëri. Sepse ashtu duhet filloj pra kjo. Po pse ka një zgjim për zërin e Hoxhës, po s'ka një zgjim për problemet që ka të mëdha. Kështu fillojnë pra, kështu fillojnë. Shiko themi ti. A më mend kur ishim të vegjël, brezat ton i lidhshin macës së qenit kanaçe ja dignin. Bë provë sot me fëmijët e sotëm. Nuk të lejojnë me prek një macë një qen. Je kthy, ke fillu një sens tjetër. Ne patëm shku në pikën 0, ne s'kishim respekt për asgjë, sepse ai sistem e zeroi njeriu. Dhe ky rikthimi te këto shqetësimet, mua m'pëlqen më kur i mbir për shembull nuk lejon ose kujdeset për një plat. Kam qef për shembull kur ndalon me këto që janë rrugës, që kanë nevojë për një gjë, kur shqetësohet për një macë, për një qen, thonë që mund të ketë vrarë, mund të thy kë. Më gëzon sepse kjo tregon që është kthy ana njerëzore. Ti po thua që ne kemi një rikthim vlerash? Fëmit po vinë, është përgjegjësia jonë nëse nuk dim të jamajmë shpirtin e tyre kaq të pastër. Ti po thua që ne kemi një rikthim vlerash? Ai në çështja e besimit është një shpresë. Është një shpresë, por ajo që ne shpresojmë, pra klasa jonë politike, se një shoqëri e pjek klasa politike, e degeneron ajo se e pjek ajo. Dhe këtu pastaj, nëse ata njerëz janë të përgjegjshëm, duhet ngrihen dhe të marrin përgjegjësi dhe ti tregojnë atyre njerëzve që ju japin votën se ata kanë drejt të japin llogari dhe jo ti poshtrojnë. Pra ti atyre njerëzve atje do t'i thuash po i the Hoxhës së priftit që i ke thënë atyre që kanë përgjegjësi apo i ke treguar foto apo ke treguar foto me politikan. I ke treguar atyre që ata njerëz atje duhet të marrin përgjegjësi. Merë atje ku desha. Po jo, kjo është ajo ideja sepse fetarisht thuhet, Zoti nuk e nishon gjendjen e një populli për sa kohë nuk nishon vetveten. Jam dakord. Ti duhet ngresh përgjegjësi, sepse nëse shumica e qytetarëve ti e ke shqetësim për sa. Nëse shumica e qytetarëve është kundër deputetit e ministrit se nuk është me atit me vjedh, ti nuk ke ndryshim. Nëse adhuron Hajdutin, nëse do të roket Fortin, nëse do të roket atë që ta me ty, ti nuk ke ndryshim. Feja sipas gjithë Biblës, Kuranit, është morali. Apo jo? Ne kemi humbë besimin ke morali.
Ne nuk kemi debate morale, ne nuk kemi debate ideologjike. Jam plotësisht dakord. Apo jo. Ne nuk besojmë se mund ndryshojmë, sepse politika ka luajtur me dekurajimin i lirë. I lirë. Jo jemi ke dekurajimi. Janë dekuraju dhe ata. Po fetare, po I kapo se tash. Janë dekuraju dhe ata. Janë dekuraju dhe ata. Un kam qejf them atë që mendoj unë. Janë dekuraju më i lirë. Janë dekuraju më i lirë. Tash jam dakord. Tash feja, qoftë muslimanizmi, kristianizmi. Çdo fe, domethënë gjithë abrahimike, domethënë. Abrahimike. Sa I shërben politikës dhe sa politika I shfrytëzon këta. Se pranë kemi një humbje besimi dhe kjo nuk është sot. Kjo nuk është problem sot vetëm në Shqipëri, është problem botror. Është botror. Shikoj gjin. Po se ti je më kompetent për këtë. A nuk të vjen keq, për shembull, unë kam ndjekur papa, domethënë dia ishte shumë I ashpër, tha që është turp kjo luftë që po bëhet. Po reagojnë institucionet fetare të tjera, po reagojnë shoqëritë të tyre, po reagojnë besimtarët, sepse papa I thotë të gjë, dhe ata nuk reagojnë. Në Amerikë, gjithandej, domethënë ku bëhet kjo gjë. Nëse pa një thirrje alarmante të presidentit Bill Clinton. Po shkojmë për shtat. Për shembull, papa tha që është turp. Bill Clinton tha që këtë gjë, tha ca të vërteta. Tani po thonë ca të vërteta. Tha ca të vërteta. Ish drejtori antiterrorit tha ca të vërteta që dha dorëheqje. Pra tregon që shoqëria ka nevojë të zgjohet. Dhe unë kur shikoj, unë për shembull shpresoj ku shoqëritë ku njerëzit flasin, ku koncepti I dorëheqjes është aty. Ku domethënë institucionet e dorëheqjes funksionojnë. Ku njerëzit flasin dhe thonë ca të vërteta, unë shoh shpresë. Unë dekurajohem në momentin kur shoh që njerëzit nuk flasin, nuk gren asnjë problem, po ulin kokën aty dhe thot bën një pyetje ajo Simone Weil, domethënë një filozofe shumë e mirë franceze, thot kur ajo domethënë irritimi I njeriu ose domethënë pra protesta sjell ndonjëherë më pak domethënë rreziqe se sa servilizmi apo ulja kokës. Pse shkon kjo e dyta? Se njerëzit po dëmtohen nga servilizmi, nga ulja kokës, nga heshtja. Dhe kur pasojat pothuajse janë më pak kështu, domethënë, pse vazhdon të shkosh gjithmonë këtu ke pika? Se nuk proteston. A jemi në një shoqëri që gjithmonë anë nga servilizmi dhe konformizmi? Fatkeqësisht historikisht po, shiko, dje po lexoja një libër shumë interesant Natalie Claire, Natalie Claire, po. Dhe ka ngritjen e shoqërisë shqiptare 1920-1929. Dhe tregon vështirësitë e ngritjes së një shoqërie dhe që ne pastaj edhe në luftë dhe më vonë kur erdhi komunizmi që shfarosi gjithçka që ngritet deri në atë pikë. Ka ndërtuar një shoqëri hipokrite, e që nuk thotë vërtetën, që fshihet, që gjithmonë thotë vetëm pasi ikën nga aty, që nuk guxon të përballet. Dhe që fatkeqësisht domethënë po krijon këtë lloj raporti të qytetarit me politikën, të qytetarit me institucionet, të qytetarit me tjetrin, dhe që do ketë pasoja të mëdha, sepse politika bëhet më e mirë kur ndjen presionin që qytetarët kërkojnë llogari. Nëse qytetarët ngrihen, nëse qytetarët protestojnë. Nëse qytetarët vetëm presin, po nuk reagojnë, do kesh të lloj raporti politik. Njëri në opozitë që mendon se është padroni I zemrimit të qytetarëve, në tjetri që mendon se është padroni I filozofisë qytetare. Pra, do shkosh në këtë lloj pike. Kulturalisht, se duhet të themi ca gjëra, pavarësisht sa mund të ndikojmë. Ku I ke njerëzit e kulturës? Ku I ke njerëzit? Shiko, Ilir, ne gabuam, ne trashëguam një elitë të emëruar nga partia. Nuk po kap momentin sot, E kemi trashëgimi kulturore në këtë. Ju that një fjalë. Ku I ke njerëzit e kulturës? Ku I ke ato rilindasit tanë, ato që themelun shtetin shqiptar? Po ti ke shumica aktorëve dhe kinaasve që ti ke njohur në studio. Në këto 35 vite kanë mbrojtur filmat e diktaturës pa thënë asnjë fjalë, pa thënë asnjë ndjes. Pa thënë asnjëherë më fal. Madje kanë dashur me marr para, a thuj se I kanë prodhuar vet filmat, ndërkohë që të paktën ti do thuash, ore, un kam bërë ca filma ku ke gënjur si, domethënë, para 2 javësh, ku ishte kjo? Më falë, se akoma mbjet vikët kur I thot ai që shokët mund të gënjesh, po partinë jo. Partinë jo. Edhe është njëri që bosi antikomunist sot që ka thonë këtë. Është skenari Fari Balliut. Kjo lajm. Pse ti e di shumë mirë se ke punuar. E di shumë mirë. Po pse nuk e thon? Po jo, e kam thonë. Tash para
kur ishte rrëzimi me rrëzimi shtatores Enver Hoxhës, isha në emision ke topi me një që fatkeqësisht është drejtor i arkivit të filmit shqiptar sot. Elan Thanin. Bravo. Fatkeqësisht them sepse qëndrimi që majti është katastrofë. Ai tha ne kemi vlera sepse kemi këto. Thashë ç'a vlerash? Po pse do të rujt arkiva? I thashë po arkiva do të rujt. Por do të trajtojmë arkivën, thash, si vlerë apo se të kuptojmë se çka ka ndodhur me regjimin komunist. Unë nuk jam për çdo arkivat. Arkivat është referim, është histori. Ne nuk mund ta mohojmë atë që i ka ndodhur këtij vendi dhe këtij populli. Por në momenti që ti atë që ka realizu Kino Studio Shqipëria Re, atë që ka realizu teatri, mund të ketë gjona që shumë pak, një 2%, një 3% të humorisë, ti mi paraqet si vlera, kjo është katastrofa më e madhe që ne nuk kuptojmë se ç'na ka ndodhur me ne. Nuk e ndëshkuam të keqen në vitet 92, 93, 94, kur shoqëria ishte gati ta pranonte këtë ndëshkim. Më vonë, kur ato u bën biznesmen të fuqishëm, kur u bën njerëz me emër, nuk të lejojnë më, se në humbin gjithë ato privilegje. Pa kemi një shoqëri patetike? Po patjetër që e kemi. E kemi. Një shoqëri që nuk thot vërtetën për vetveten, rrezikon të gabojë gjithmonë dhe patetizëm përfundon. Po. Një shoqëri që ka frikë nga e vërteta. Po. Gabon historikisht. Një shoqëri që ka turp të thotë vërtetën e vet, nuk do jetë krenare për asgjë që bën. Jemi në gjithë pikë, sepse ajo që ka vu sot Shqipëria, populli shqiptar, politika shqiptare, është sepse ne kur nuk arritëm ndërtojmë një raport me vërtetën. Dhe ti e di më mirë se unë, të gjithë të që nërën dy gishtat naltë, sa të kanë qenë shëptot të regjimit. Si jo të gjithë, por një pjesë e mirë atyre... Jo, pjesë e dërmuse kim. Ne nuk e, unë për shumë, unë kam qenë 20 vjeç, nuk e mendoja do të më thënë, ne profesorave do i besonim në atë kohë 90-ën. Por, në raportin e kësaj, ne gabuam, sepse duhet këptoshim shumë shpejt që... Jo, i sekund, ne gabuam për i gjë, më vonë. I kërkoshim llogari elitës, po cilës elitë? Elita në atë kohë isha emëruar nga partia. Edhe në akademi, edhe në fakultet, edhe në arte, edhe në gjithandej, ishin të gjithë të emëruar. A kemi pas elita në historikisht? Jo, elita të emëruar, jo, shiko, elita, ne ngatrojmë intelektuali, nuk është njëri me shkollë që di 5 gjutuja. Intelektuali është ai që ka kurajon të dali për te interesat e veta, të ballafaqohet dhe të tregojë të vërtetën. Ky është intelektuali. Këto quhen intelektual, nëse ke 2 diploma apo 2-3 gjutuja. Po mund të kesh 3, mund të jesh njëri shumë i aftë në një fushë. Po si intelektual. Kjo është ngatërresë e madhe. Pra, ne kemi sepse partia e bën të intelektual dhe të jep diplomën dhe po pse ndodh kjo ngatërresë sot pas 3-5 vjetësh? Sepse nuk thanë të vërtetat ato. Nuk kalon nga e vërteta. Pra, kemi ne nuk bëm dot një dekomunizim të qartë dhe kujtuam se është çështja e ndëshkimeve. Nuk tham të vërtetat. Un kam qenë tifoz gjithmonë i kësaj që do doja, domethënë dhe kam luftuar dhe po ka qenë pa mundur edhe një moment u përfshiva madje në një, domethënë në konceptin politik vetëm për të bërë një gjyq si Frankfurti, si Nurembergu. Edhe ne kemi pas njerëz, i kemi akoma sot, ish drejtori i Caja, i drejtori i Qafbarit, jeton i qetë në këtë pikë dhe edhe të tjerë, dhe më mjafton të kishim 2 ose 3 që ne të kishim disa të vërteta për komunizmin. Se kisha fare këtë temë, dëshë me dalë. Ore zotërie, diça nuk kund bot. Ti si ke qëndruar në temë me mua, na ka pëlqyer. Po pra, Qemal Lame, kryetari i ETUSIS në periudhën më të errët, flet për vlerat kulturore. Flet për vlerat kulturore dhe që ai ka kontribuar për demokracinë në Shqipëri. Më thuj Gim, se unë e di, po ti që je studius, ku ndodh kjo? Është fajon. Ku ndodh kjo? Është fajon si shoqëri. Ku ndodh kjo? Dhe e merr media kombëtare kët maskara, kët laparak, po e them, kët kriminal. E merr dhe e paraqet si njeri që ka vlera për ndërtimin e demokracisë në Shqipëri. Ku ndodh kjo? Është përgjegjësia jonë morale. Un kam thënë që njerëz të tillë jo po ta them, pse përgjegjësia ime? Unë kam në zonë dhe kur ka dalë në televizor, ku janë këto televizione kombëtare? Ku janë këto njerëz këto moderatorë që e morin kët maskara? Që duhet gjykohet për kriminal? Ora ata kanë marrë ndëshkimi Hoxhën, edhe e pyesin për dashurinë për Enverin. Jo, më ta marrin. Jo, pyetet për krimet që ka bërë. Për krimet që ka bërë. Dhe jepet vetëm një shans. Jo për krimet që ka bërë. Jepet ndo apo jo? Po. Kaq, një pyetje.
Për tjerat është aty. Se aty ku nuk desha me dalë. Është për të dëshmuar. E kupto sa ironësh. Që lame, një maskara, një kriminal, që ka dënu ato të kombinatit të kombinatit në Berat, si quhet ai kombinati në Berat, tekstileve në Berat, ka dënu djemtë me pushkatimi, ka që janë filmu me gjitha. Ku ndodh kjo që të marrësh nazistët e Hitlerit dhe të qisësh televizion si kontributor të lirisë? Është përgjegjësia jonë si shoqëri i lirë, nuk është atyre. Është përgjegjësia jonë si shoqëri që nuk ditëm ta dënojmë të keqen. Ku është përgjegjësia jote e imja? Ku ndodh kjo? Unë mbaj pjesën time, nëse nuk kam bërë dot aq sa duhet, domethënë por nuk e kam fjalën, jo si pra, edhe unë e kritikoj veten time. Përse ndodh kjo? Ky debat se kisha më pare, pse ndodh ky debat në një studio modeste si e imja dhe nuk do televizionet kombëtare, po përkundrazi i promovojnë. Qa këto palace që promovojnë kriminalet e regjimit komunist? Është përgjithësi e jona si shoqëri. Fal për revoltën, po kjo është kulmi më zotëri. Nëse një njeri si puna jote i ka thënë të vërtetat dhe i ka thënë me zë dhe i ka thënë me emër, ke drejt të thuash me zë të lartë. Edhe njerëzit që i kanë folë me emra dhe që i kanë thënë gjërat, kanë drejt me folë me zë të lartë edhe me bërtit. Ajo që nuk na falet ne është si shoqëri lejuam që këta vazhdojnë të na bëjnë moral. Dhe këtu kemi bërë, domethënë kemi aprovuar vdekjen tonë morale, vdekjen tonë klinike ndaj shkuarës. Dhe kemi firmosur bashkëpunimin me të keqen, bashkëpunimin me krimin, kemi lejuar që ajo të jetë pjesë e moralit. Se e bën këtë media kombëtare? Kjo media që predikon moral, kjo media që ka denigru media kombëtare, pse nuk ka zëra të tillë sot media kombëtare? Unë po them një studio modeste kam, ja, shife, një tavolinë, dy karrige. Ne jemi si Milingona, ti e di Milingonën me Sulejmanin që kishte rënë zjarri dhe po bante ujë. Nuk e shuan thos zjarri. S'ka gjë, unë tregoj cilët kraj për kas. Jo, unë kam raportin në vetëm, po them këtë. Dhe këto maskarej të këtyre mediave kombëtare na predikojnë sot moral, na bën moralin, na bën këto që hajnë paret e hajdutëve, këto që hajnë paret e korrupsionit. E dim shumë mirë se si funksionon media sot në Shqipëri, ku 30% mbulojnë reklamat. Pra, kjo është fyrja më e rëndë që i bëhet njerëzve që kanë një ndërgjegje. Mos më bëhet vonë fare, unë jetën time e jetoj, se më ja veta jetoj. Unë nuk jetoj lukse. Po këto maskare që jetojnë vanitozitet. Këto që jetojnë që vjedhin paret të ekstravuze. Këto që jetojnë me tendera. Kjo media, kë kazanin dyrë. Dhe promovon njerëz si Kemal Lame apo tjetri dhe na predikojnë moral dhe ne duhet heshtim dhe ti duhet trokasim këto. No, shoqëria duhet të refuzojë këtë. Është shoqëri muti. Është shoqëri muti, po e them prap. Përsëritë zotni, shoqëri muti. Shiko. Përsëritë këtë, shoqëri muti. Kur gjërat shkojnë keq, shoqëria marr përgjegjësi për papjekurinë e vet për dënuar të keqet. Dhe dalim ke koncepti. Ne kemi humbur qëndrimet morale. Ne kemi humbur politika prej kohësh, për shembull, inkurajon te mosbesimi, investon te mosbesimi, sepse njerëzit në konceptin e mosbesimit, në konceptin e mbijetesës nuk logjikojnë, më mbijetojnë. Në mosbesim njeriu mbijeton, nuk logjikon. Dhe prandaj them që mosbesimi fillon nga një raport shumë i fortë, nga gjykimet morale, nga debatet morale, nga debatet ideologjike. Nëse jemi sot këtu në pikë është se shoqëria nuk debaton më moralisht dhe ideologjikisht. Nuk debaton më. Po si mund debatoj ideologjikisht ignoranca gim? Kur ti sot emisionin kryesor ke Big Brother, që dele ajo dhe thot sa vite ka shekulli, ka 15 vjet. Më mirë është marrë për atë punë, domethënë nuk e kërkojmë. Po jo, është me qëllim kjo. Është me qëllim kjo. Po më kjo ka qenë, Ku i ke emisionet kulturore? Ku i ke emisionet e vlerave? Ku e ke Gimbaçin ti? Janë gjithë porkeria e talavat. Ora, unë me gjoj jam dakord me Edi Ramën. Që kjo media është një tenxhere, një kazanin dyrë, ku sillen njerëz që morin rroga, qarkullojnë një, ça mund thonë njëti njerëz, edhe qarkullojnë mrena notës këto. Edhe gazetarët kanë një gjë, për shembull për mua, duhet kishte një urdhër gazetarësh që cilët
duhet të funksiononin urdhri gazetarit, shoqatat e gazetarëve, të cilët duhet të nxirrin jashtë vetes tyre ata që e prishin këtë lloj profesioni, e shesin këtë lloj profesioni, apo e përdorin për interesa personale. Ne, do të them pra komuniteti i gazetarëve, siç ka shoqëria shqiptare faj, ka dhe komuniteti gazetarëve faj. Duhet të kishte qëndruar fort dhe mos kishte lejuar që ndonjë koleg tek tuk të prishi këtë lloj skeme dhe të mendojë shoqëria që gazetarët janë hajdut, janë maskaren, janë delenxhi, janë pazarxhi. Jo, sepse pjesa më e madhe në allergji. Ajo kupola, gim, ti e di më mirë se unë. Ajo kupola që lëviz nga një studio, ti e di shumë mirë. A do t'i përmend me emra? Nuk kemi më gazetari fakti. Po kjo është problemi për botën. Kjo është problemi për botën. Edhe gazetar, gim. Se këtu dalin njerëz që kemi marrë shkolla këtu. Ju thot një gjë shumë bukur. Më falë pëse në retencionin kjo punë. Gazetaria faktit. Pra, që kjo është këtu është fakt. Pastaj në takonin të gjykojmë. Pastaj ti ke interpretim tjetër, unë kam interpretim tjetër. Në më fakt është fakt. Ne nuk mund të mohem që kjo është fakt, kjo është këtu. Ne s'po themi faktet. Kurse këto faktin e heqin nëpërmjet interpretimit. Për interesat e lidhjeve me pushtetin, për tenderat që marrin. A mendoni vërtet i lirë që një shoqëri mund të piqet vetëm spaku? Spaku është pjesë e kësaj shoqërie. Pa pjesë, jam dakord. Nëse spaku nuk bashkëpunon policia, nuk bashkëpunon pjesë të tjera të shoqërisë, nuk domethënë e shan opozita, e shan qeveria. Çfarë pretit? Piqet vetëm spaku? Pse e kalon vetëm spakun këtë mënyrë? Se nuk merr masa spaku, se nuk bën action spaku. Është pjesë e kësaj shoqërie tash. Faleminderit. Pjesë e kësaj shoqërie. Por ne mos ta bëjmë atë. Mos ta bëjmë spakun sikur na ka ra prej qielli. Jo. Mos ta bëjmë spakun Mojsiu që na erdhi nga qielli problemi. As mos ta rrezojmë. Jo. Do ta shtesim. Do ta arrisim. Po spaku ka edhe pse ka gabime. Nëse spaku kërkon shtetin, atëherë spaku duhet veprojë. Ajo deri tani ka vepruar për shkak se ka pas opinionin publik pro. Po të bi dhe kjo, të kesh parasysh që pastaj në presionin politikës nuk do bëj dot asgjë. Nëse dënohen 20 politikanë nuk më intereson. Janë 60 dosjet qytetarëve që sillen rrugëve sot. Po votojnë funksionimi i gjykatave që është gjëna për ata qytetarët. A kemi një sistem drejtësie sot që funksionon? Po, nuk duhet kemi thjesht çfarë ndodh me politikën, duhet kemi me qytetarët, se nuk po shkon te qytetarët, siç nuk po shkojnë shumë gjëra. Faleminderit. Ilir. Sot? Ne, domethënë unë jam i shqetësuar që opozita, që është një shans shumë i madh i partive që janë opozitë që të riorganizohen, të ringrihen, të hapen, nuk po e bën këtë. Pse s'po bën? Nuk po e bën, kjo është një përgjegjësi shumë e madhe e Berishës dhe atyre që rrethojnë Berishën. Ata që justifikojnë Berishën, u kam thënë që ato që thot Machiavelli, një udhëheqës varet nga stafi që zgjedh, kështu që kushdo që thotë që ja bën tjerë do të thotë është përgjegjësia e atij që ka zgjedh stafin gabim. Dhe ndërkohë, të gjithë ata që presin dhe nuk flasin, janë përgjegjës, sepse duhet të bëjnë një pyetje shumë thjeshtë. Një pyetje normale që i bëhet kryetarit të opozitës. E mund kundërshtarin? Ja, nuk e mund ik shtëpi. Ja një tjetër. Kjo është pyetja më e thjeshtë që bëhet. Në kohë të komunizmit, se unë nuk dal me emra tash, mund ta diskutojmë herë tjetër. Padyshim komunizmi ishte regjimi më brutal, më banal, sidomos Shqipëri, krahasuar me Europën Lindore, ishte ferri me parajsën. E kam shkruar këtë. Më fal, në qenë se thektë që ka një shprehje shumë bukur Kimi Meti. Thotë nuk ndërtohet parajsa me muratorët e ferrit. Ne deshëm me bë këtë punë. Faleminderit. Çfarë mendon për opozitën? Dje me 22 mars, që është dita e fitores së demokracisë, themun, Berisha përfundoi me 300-400 vet. Çfarë do thotë kjo për ju dhe ku po shkon opozita me këtë? Në situatën që është, duke qenë se mazhorancës nuk i imponohet dot në kuvend për shkak se ka 86 vota. Mendokëmtarët kanë handicap. Dhe kanë ngel një rrugë që Berisha e çon në ekstrem, dhe njeh, ti e di shumë mirë, Berisha e njeh konceptin e provokimit politik. Dhe bën që të bëhet një lëndë ndërkombëtar që ndërkombëtarët paktën ta negociojnë. Dhe qëllimi i gjithë është që Berisha të kthehet negociator.
sepse protestat tjetër shumë që janë për të rregulluar jetën e brendshme të partive, nuk është se nuk rrezon qeveri. Për sa kohë nuk ran 98-ën kur vraze Majdari, edhe pse u pushtu televizioni. Për sa kohë nuk ran 21 janar që u vran 4 veta dhe që gjë shumë e rëndë, domethënë pra. A realizon këtë për të kthyer negociator në këtë situatë që është? Ka një lloj lëvizje për të hyrë vërtetës, Berishën nuk e ka takuar askush deri para pak kohësh, po prapë shumë e vështirë. Dhe me një kosta shumë të madhe nuk mund ta çosh opozitën në këtë pikë që vetëm për të negociuar. Sepse jam i bindur që edhe takimet që bën pjesëtarët e tjerë të opozitës, domethënë me ndërkombëtarët i kanë shumë të kurrëzuar për shkak se nuk duan të krijojnë xhelozinë përballë kryetarit, nëse mendojnë që ndërkombëtarët po projektojnë një tjetër më të rëndësishëm se sa Berishën. Ajo që më shqetëson është që nëse Berisha i bën thirrje Lapajt edhe Kshehajt edhe Qorit, dhe pastaj Sygmon Saljanin, domethënë ka diçka që nuk shkon. Se ti a mendon që Lapa e Sheha kanë staf politik, kanë karizma, kanë vlerë për të ndërtuar një politikë të reprit, një minutë. Sepse unë di që Lapaj, me atë Karagjozdiku që bën aty, si ato dëgjurnet e ndërmarrjeve dikur, lën 2 vetë, shkojnë 2 vite. Lapa ishte i detyruar pas ikjes Shabanit, pas një kurthi mazhorancë opozit për të treguar që partitë e vogla perikollu kshesin këtë gjë. Se nuk është rasti që kanë. Lapa është më i mirë se Shabani? Sekond. Jo, Lapa është më i mirë se Shabani, mendon. Lapa për i koltuk. Atë që bën sot Lapa ka për të hyrë deputet. Shikoj, Lapa pat një Lapa pat ofertë, domethënë me sa ka thënë vetë se nuk Po lere nuk e besoj fare. Në gjykatën publike, po dëgjoj kemi. 35 veta nga debati, domethënë në opozita nuk firmosin me sy mbyllur. Pra, ishte një lloj kurthi për partitë e vogla, se për hir vërtetës, para 11 majit u ngrit një lloj entuziazmi apo jo ke partitë. Ata zgjodhen të mbeteshin të vogla sepse harruan që në politik marrëveshja është një nga, le që kompromisi është arti njerëzor, është njeriu duhet të bëjë marrëveshje. Në politikë ke domosdoshmën, se është arti i vetëm. Dhe ti nuk bëre marrëveshje ndërkohë që kishe gjëra të përbashkëta. Kishe të përbashkëta mbështetjen ndaj spakut, kishe të përbashkëta heqjen e kasës vjetër, kishe të përbashkëta, domethënë luftën kundër korrupsionit. Pra, si ka mundësi që ti pe atë gjë që të ndanë dhe jo që të bashkon. Pra, domethënë që në këtë sekond ata zgjodhen të ishin të vegjël. Megjithatë, kishte një lloj entuziazmi se nuk domethënë rreth 200.000 vota, për zgjedhjet e para nuk janë pak apo jo. Megjithatë nëse kur bëj zgjedhje shoh, si Lapa e Shaba Ndapaj. Dëgjoma. Lapa është diskredituar. Lapa është gjeti mënyra se si e zgjodhi. E ka Lapaj, t'ia themi Lapaj. Lapaj po. Po, e shiko. Një mënyrë, megjithatë, domethënë janë votuesit, por unë po them që në këtë pikë ata duhet të gjejnë një zgjidhje tjetër, duhet të gjejnë një mënyrë, duhet të rikuperohen, sepse për shembull do të kurrizojmë mbi fjala opozitën që tulet dhe të bëjë një zgjedhje me 2 raunde për shembull për pushtetin lokal, që të kenë mundësi të promovojnë figurat vetë, se ndryshe ku do i promovojnë? Janë zgjedhje ato që promovojnë njerëzit apo jo? Padyshim. Ky është shansi vetëm që shikoj për bashkëpunim midis këtyre partive dhe Partisë Demokratike, po në moment që u futesh në kurthën e Berishës dhe ata që kanë qenë edhe ke grupi parlamentar i PD-s, po edhe partitë të reja që mendojnë se do të përdorin Berishën, gabojnë apo jo? Ne e dimë të dy që se përdorin. S'ka tid akoma që ta përdorin, do i përdorin Berisha ato. Padyshim. Kjo ka qenë edhe në fillim të zgjedhjes. Berisha ditë përdori shumë mirë. Politikisht dakord, por çështja është që në fund fare ne do shikojmë që e bën një parti fituese, e bën më shko. Ka një pyetje pra, sepse këtë pyetje duhet ta bëj PD-ja. Nuk kam më justifikim. Është fare zgjedhore, nuk është kështu. Kjo është krejt ajo çka përmbledh gjithçka gjim. Nuk ka më justifikim. Dhe unë jam i shqetësuar për shkak se opozita është pjesë e rëndësishme e demokracisë, zgjedhjet bëhen me parti politike, nuk bëhen me institucione të tjera. Nuk them që nuk kemi. Por nuk e kemi, nuk them që nuk kemi, por nuk e kemi aty ku duhet. Nuk është zëri, nuk ditën, për shembull, si mund të bësh të njëjtin veprim duke pritur rezultate të ndryshme. E ka thënë Einstein një shkret që si mund të presësh rezultate të ndryshme nga një njëjti veprim. Tani, tash problemi është alternativa tjera. Amos opozita është e kënaqur me këtë lloj mënyre? Sepse fakti që nuk mëson dhe vazhdon në njëjtën mënyrë. Po i merr skeptrin e qytetarëve sepse dje ishte 22 mars, ja? Dita kur Partia Demokratike, unë i them demokratike, sepse nga Komiteti Qendror erdhi ajo me spion të sigurimit, mos të hym asaj që kemi thonë që herë. Sa vetë grumullon këti. Pra, kur ti
vazhdon ajo që theti Einstein. Me të njëjtën mënyrë do të kesh rezultate tjera, nuk funksionon. Dhe e peridi është katastrofë. Këto e quhen ditë historike 22 marsi. Imagjino sonte më duket ishte me 50 veta aty. Se për një gjë tash i zhurmën. Tashi si mendonte se kjo fuqi politike, që është fuqia më e madhe de facto e opozitës, do të marrë pushtetin në këtë gjendje që është. Kur ka humbë besim, s'ka alternativë, s'ka vizion, s'ka besim, e tregojnë faktet. Shko. Dhe në këtë gjendje që është pushteti sot, imagjino me një pushtet tjetër më solid, më funksional, më moral, më njëra tjetër. Shko, pjekuria politike duhet të jetë patjetër, sepse në fund fare politika vendos me institucionet dhe pastaj institucionet funksionojnë. Nëse humbim moralin politik, kemi humbur dhe moralin institucional dhe pastaj do presim, është rregull treshi, do kesh pasoja të tjera. Këto 35 vjet kemi pas moral politik, mendon? Kemi pas një lloj përgjegjësie më të madhe, domethënë, por fatkeqësisht, domethënë, pjesa më e madhe atyre që u përfshin politik zgjodhen të tunin kokën, domethënë, dhe jo thonin problemet reale të shoqërisë. Po vike pika që ti ke shumë për qejf. Po 35 vjet. Shkurt, se s'kemi shumë. E kemi bënë dekomunizimin? Jo. Pse se kemi bënë? S'ka pas vullnet? Mungoj vullneti politik. Pse mungoj vullneti politik? Mungoj vullneti politik. Sepse ishin përfshirë vetë. Përveç sa i pëlqeu shumë që të merrnin të tashmen dhe të harronin shkumën, që mos të hapnin të gjëra, sepse ajo do i vendoste në një pikë favorizuese. Është përgjegjësia jonë që nuk arritëm dot ta lexonim shkumën. Dhe është përgjegjësia jonë si shoqëri e gjitha. Pse s'deshim gjë? Është përgjegjësia jonë si shoqëri. Që nuk i kërkuam llogari atyre që në moment në parë. Pse si kërkuam llogari gjë? Sepse jemi vetë për dhënë llogari si shoqëri. Dhe ne nuk e kemi menduar që kriminalizimi ka qenë kaq i thellë dhe nuk e lexuam. Ne do të kishim pas kurajën. Ne do të kishim pas kurajën për të lexuar se sa, shiko, kur flasim për konceptin e të keqes, nuk është problemi sa vetë do të ndonim. Duhet të kishim lexuar banalitetin e asaj të keqe që thot Hannah Arendt. Duhet të kishim lexuar, ku regjime totalitare, domethënë, e dormojnë njeriu, e fundosin dhe e bëjnë pa personalitet, pa dinjitet, dhe sot jemi pasojë e kësaj gjëje. Pasojë e atij njeriu të ri që u ndërtua në komunizëm. Faleminderit. Pasojë e njeriu pa fe. Dhe prandaj i lirë të bëjnë thirrje. Mos u shqetëso fare as për Hoxhën, as për Kamban. Jo, shqetësou dhe duhet shqetësohemi nëse Hoxha, më lejo ta e hapet më lejo ta mbyll, por respekt. Duhet shqetësohesh që nëse Hoxha dhe Prifti marrojnë punë aty dhe nuk din me dalë në shoqëri, nuk din t'i tregojnë shoqërisë vlerat, nuk din t'i bëjnë thirrje që ata të jenë përgjegjshëm, nuk din t'i bëjnë mirë. Këtu kritikojmë. Nëse ne i lejmë gjumë dhe pastaj nuk zgjohen fare gjithë ditën, jo, më mirë t'i zgjojmë disa herë. Natën dhe ditën. Të falenderoj shumë. Okej. Tash shkurtimisht ke sa dush ti, 1 minutë, 2 minuta, 3 minuta. Sot, si asnjëherë më parë, bota po përjeton një krizë botërore. Lufta në Iran. Trumpi tash dëgjova që u tërhoq. Shikoj, nuk do flas si analisti gjeopolitike, do më lejosh të them vetëm një gjë, dhe duhet ta ngresh për mua me çdo që fton. Nëse ne nuk kemi, ndulemi me këmbë tok për pasur një strategji se si do sillemi tani që ka ndryshuar gjeopolitika botërore. Dhe të bërtasim me të madhe që duhet të gjejmë një zgjidhje Tiranë-Prishtinë duhet jenë në unison. Bravo. Për mua çdo fitore pa Prishtinën nuk vlen. Çdo hap pa Prishtinën nuk vlen. Po Prishtina apo lun politikën për të qenë. Po flasim nga Tirana. Atje t'ia kërkojmë llogari dhe ata, dhe ja kërkojmë dhe Kurtit. Po duhet të themi Tirana. Jam dakord. Të themi njerëzve Shqipëri. Prishtina dhe Tirana a kanë një strategji të përbashkët kombëtare sot? Duhet ta kishin. Se kanë gjë. Shiko, duhet ta kishin. Për shembull, unë që në vitin 1999, më fal, kam ngritur një çështje që thoya që nisur nga ajo që kishte ndodhur në Bosnjë, që politika shqiptare, Tiranë-Prishtinë, duhet ngrinte në çdo kancelari të madhe botërore muzeume për të keqen e madhe që ndodhi atje. Për krimet serbe. Nëse ne kemi keqen e muzeumet që ndodhi këtu këne. Jo, po të paktën atë luftën që kur agresori mos krenohej.
kur mos kërkon të ishte i barabartë në tavolinë. Bravo Gim. Dhe ne nuk e kemi bërë. Nuk e ka bërë Tirana. Dhe agresori sot është kthyer viktimë. Është paguajtësi e madhe. Unë paktën si Gim po të futem, më thënë, të gjej shkrime që thoja që hapni muzeume në Rom, në Londër, në Berlin, në Amsterdam, në New York, në Tokyo, që aty ku ndërtohet politika. Gim, pse arritëm ne që agresori që u ndëshku nga gjithë bota në 99-ën ka arritë sot kthehet në viktimë dhe vetëm pikpyetje pavarësia e Kosovës. Gjithë ata të cilët e kanë shitur këtë kaos duhet të ndëshkohen.